Në kuadër të fushatës zgjedhore, një tjetër takim i rëndësishëm u zhvillua me banorët e zonës së Kuçit. I pranishëm ishte edhe kryetari i Bashkisë së Himarës Vangel Tavo. Në një atmosferë miqësore dhe mbështetëse, kryebashkiaku Tavo theksoi angazhimin e pandërprer të Partisë Socialiste për të mbështetur dhe zhvilluar këtë njësi administrative. Në këtë takim, Tavo u shpreh se kjo fushatë elektorale e Vullnet Sinaj këtë herë është më e lehtë, pasi mbështetet mbi punë konkrete dhe premtime tashmë të realizuara. Partia Socialiste ka mbështetur dhe do mbështesi vazhdimisht këtë njësinë administrative. Është e lehtë fushata elektorale kur e bën dhe kur ke në krah vullnetin dhe kur bën për Partinë Socialiste. Është nga deputetët që i ka qëndruar gjithmonë njerëzve në krah problemeve. Nuk të lëre atë kur shikon një problem në një zonë që viziton të merr në telefon dhe thotë pse s'është zgjidhur kjo, pse s'është bërë kjo dhe kështu me radhë. E kemi më të lehtë duke qenë se bëjmë fushat për Partinë Socialiste për numrin 5 dhe e kemi më të lehtë sepse vim edhe me premtime të realizuara. Kandidati për mandatin e tretë theksoi se sot Kuçi ka ndryshuar rrënjësisht dhe është transformuar në një qytet të denj për standardet europiane. Në vijim të fjalës së tij, kandidati socialist solli edhe një reflektim personal emocional për rrugtimin e tij politik, duke thënë se lumi i Vlorës është dashuria e parë politike dhe i ka dhënë mësimet e para për të qenë pranë njerëzve dhe për të punuar për ta. Ai garantoi përkushtim të plot për të përballur sfidat e të gjithë qarkut, duke theksuar energjinë dhe dëshirën për të kontribuar më tej jo vetëm për Kuçin dhe për Llambërinë, por dhe për të gjithë qarkun. Për rezultatet që kemi arritur deri tani duhet të jem falënderues për këtu banorët e Kuçit, falënderues për Partinë Socialiste këtu që ka bërë punën ashtu siç duhet. Këtu është bërë qytet. Është bërë qytet jo vetëm Kuçi, po e gjithë njësia administrative. Këtu nuk ka jashtë Europës, këtu jemi në Europë. Zhvillim, turizëm, siç ka këtu, Kuçi dhe Horvranishti kanë hyrë në Europë para në të tjerë. I vetmi burr, kryeministri i këtij vendi, ktheu syt nga kjo zonë. Vetëm Edi Rama. Lumi i Vlorës është dashuria ime e parë politike. Lumi i Vlorës mua më bëri person publik. Lumi i Vlorës mua më bëri politikan. Lumi i Vlorës është mësuesi im më i madh në politik. Është shkolla ime, është ku ma bëri koka bam në politik, ma këtu e kam mbështetur kokën unë. Po kam forca dhe energji të përballoj dhe qarku. E kam për nder që jam përfaqësues i Kuçit dhe i Llambërisë. Të pranishmit në takim nuk nguruan të shprehin minjojën e tyre për deputetin dhe angazhimin e tij të vazhdueshëm ndaj zonës. Unë kam pas një episod para 30 ditësh, pasi kam pat një fëmijë shokësi në gjendje që lufton për jeta për vdekje. Dhe nga një spital në Tiranë, e shtuar, i bëj një telefonat zoti deputet. Ai më nuk e fare, dhe në atë kohë ai më përgjigj në telefon. Dhe më thotë, zonjë nderuar, shkoni te Salusi, se atje do ju përgjigjet të gjithë doktorat dhe atje jam unë i pranishëm. Prandaj mos keni merak sepse fëmia do të sillet në jetë. Dhe që nga i episod, unë e shikova se çfarë buri ishte ai. Ai ishte buri i pesës, buri i fjalës, buri i të gjitha punërave, që s'ka lënë në fshat pa kontribuar. Dhe pa shkuar, pa u gjendur hallëve të popullit ku ai ka shkuar.